A e dini se në Japoni jepen vajza me qira? Ose edhe meshkuj me qira? Tani po ju tregoj këtë punë të re që është apo në Japoni dhe ku ka shkuar njerëzimi dhe si do shkojnë gjërat më vonë. Ndiqeni me vëmendje. Si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le ti bëj like faqes, shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Çdo gjë filloi nga vitet pas viteve 80 nga një aktor. Ishte një aktor që nuk ishte shumë i famshëm, por ai çfarë bëri? Meqense disa graje kërkonin gjithmonë me qira, ai filloi që të shkonte t'i shoqëronte. Dhe çfarë bënte? Jo për marrëdhënie, kujdes. Kjo është vetëm për t'i shoqëruar, të shoqëruar njerëzit. Tani, ky aktori e bëri thjesht kështu sepse e kërkonin dhe meqense ky nuk ishte një aktor i famshëm, e pastaj edhe la dhe aktrimin, ai dal nga dal shkonte dhe i shoqëronte për shembull kur shkonin në kinema, kur shkonin psonisnin, sikur të ishte burri i tyre. Pra, me qira për ditë. Bile ai kishte vënë disa orare, disa data që mos ishte i zënë gjatë gjithë ditës dhe për gjithë muajin. Si një punë, parafërsisht. Dhe me kalimin e kohës filluan edhe të tjerë. Tani, pse ka ardhur? Pse është bërë kjo? Pse ka ardhur deri në këtë pikë? Pikë së pari, duhet të dini që Japonia ka një dyndje të madhe dhe lindjet kanë qenë të mëdha para disa viteve. Tani janë reduktuar pak, por shtimi i popullatës ka bërë që njeriu të shkëputet mes njëri tjetrit dhe të jetojnë secili më vete. Dhe kjo ka bërë që shoqëria duke qenë sa më shumë në numër, dhe aq më vështirë është që ti të kesh shoqëri dhe të kesh kontakte me njerëzit. Për më tepër, japonezët kanë një karakter krejt ndryshe nga evropianët. Nuk janë si ne për shumë, hajde se do pim kafe. Jo. Secili bën punën e tij, secili shkëputër, secili shikon jetën e tij. Tani, para disa viteve, nuk ka në vitin 2010, një djalë pasi kishte parë se kishin bërë dhe të tjerë, po ky djalë u bë i famshëm sepse e mori CNN. Dhe me kalimin e kohës filluan dhe të tjerë që të hapnin këtë lloj pune, si mund të quhet. Pra, një punë që sjell përfitime, si mund të thuhen, sepse secili e bën në mënyrën e tij, pa bërë marrëdhënie, vetëm duke shoqëruar gratë. Çfarë bën ky djali? Ky vetëm i shoqëron për shkakun për të ngrënë darkra, për të shkuar në restorant, sikur të jenë shok prej vitesh. Në fakt ai sillet si i tillë, sikur të jenë miq prej vitesh. Shkojnë në kinema, shkojnë të psonisin, pra ai bën punën e një shoku, sikur të ishte një shok. Por jo vetëm kaq, ai mund të fle tek ajo vajzë ose tek ajo grua, jo të flen bashk, por të fle sikur të jetë një shok. Në të njëjtën kohë, kjo ndodh edhe me femrat. Pra, edhe femrat bëjnë të njëjtën gjë. Shkojnë, shoqërojnë meshkujt nëpër kinema, nëpër vendet të rëndësishme. Bile, do t'ju them, para 2 viteve është bërë një, si mund të quhet, një skandal i madh, sepse në një red carpet, kur po bënin një si quhet, me sfilata, dhe po bëheshi për një supermarket të madh. Dhe prezantoheshin shumë familje. Mirë po, ishte një zotëri që kishte probleme, një politikan, ishte një politikan që kishte problemin atë kohë me gruan e tij, dhe gruaja nuk shkoi. E dini se çfarë bëri ky? Mori një grua me qira. Po, edhe u bë një skandal i madh sepse ajo sillej sikur ta njihte atë prej vitesh. Por në të vërtet nuk e njihte fare. Tani, pse ka ardhur njeriu deri në këtë pikë? Sepse, siç ju thash, problemi i njeriu është që nuk ka më shoqërisi më përpara dhe familja është reduktuar gjithmonë më shumë dhe është shturur. Jo shturur, por është shpërbër familja. Dhe pothuaj dal nga dal po ndodh në të gjithë botën. Në mesdhe po qëndron akoma. Pra, vazhdon që t'jetë e lidhur familja. Në fakt, në fiset shqiptare, vazhdon që të ketë familje, të ketë, si mund t'ja them, shoqëri, të shkojnë në për kafe, në për bashkë, në për kinema, apo të shëtisin bashkë. Pra, në trojet shqiptare ekziston dhe mund them është ekstremi i tjetër, pra i ekzistencës së shoqërisë dhe familjes. Por nga ana tjetër, ka një mungesë të madhe të këtyre të shoqërisë. Pra, mungesa
e komunikimit. Dhe komunikimi është fantastik, është gjëja më e madhe, sepse njeriu ka lindur që të rri bashkë dhe të bashkëjetoj së bashku në bashkësi. Ne kemi lindur ashtu siç edhe kafshët, ne kemi lindur që të jetojmë së bashku, jo në vetmi. Dhe këtë vetmin e përgatiti, le të themi, rendiri botror para disa viteve. E thash haptazi këtë, sepse ishte e projektuar të ishte kështu. Pra pas viteve 1800, çfarë bën? Ata panë se kush ishte problemi kryesor, dhe problemi kryesor ishte familja. Në familje çfarë mund të bënin? Kush është shtylla e familjes sipas jush? Është babai apo nëna? Një pyetje kam. Normal është nëna. Dhe çfarë bën ata? Bën festën e gruas dhe bën që gruaja, pra ata miqt nga fundi viteve 1800, bën që gruaja të ishte emblema e çdo gjëje, por që të ishte ajo që t'i jepnin, si mund të quhet, ta ndihmonin. Dhe si do ta ndihmonin, sepse gruaja ishte e përdhunuar, ishte brenda shtëpisë dhe rrinte gjithmonë aty. Gruaja duke ndenjur në shtëpi, bënte punë të shtëpisë, gatuante, përgatiste për të ngrënë kur vinte burri, të ishte çdo gjë gati dhe rriste fëmijët. Ky ishte roli i gruas. Pastaj roli i gruas ndryshoi pas viteve 1900. Gruaja ishte ajo që shkonte në punë dhe burri tani, duke patur probleme që nuk shkon në punë, është kthyer burri tani në shtëpi dhe bën burri punë të shtëpisë. Nëse keni vënë re, ky është problemi kryesor, sepse ti kur ke rrënuar shtyllën, që është nëna e familjes, ke rrënuar gjithë familjen. Dhe nga këtu filloi çdo gjë, sepse shkatërrove familjen, e shpërbëre pastaj nga njëri tjetri dhe fëmijët vazhdojnë që të jetojnë për veten e tyre. Burri për vete dhe gruaja më vete. Pra, ky është problemi kryesor që në vendet e mëdha, si për shembull në Amerikë apo në Japoni apo ku ta di unë, ky është problemi kryesor. Ndërsa nga vendet e tjera, siç ju thash, është ekstremiteti nga vendet e tjera, si për shembull në Shqipëri apo ku ta di unë apo në Itali, apo qoftë edhe në Greqi, janë akoma po e mbajnë këtë gjë, por me kalimin e kohës për fat keq do ndryshojë dhe kjo. Do të dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? A është e vërtet kjo që po ju them? Dhe si do të shkojnë gjërat më vonë? Nëse thërmohet familja, çfarë ndodh? Çfarë ndodh me njeriu në përgjithësi, me trurin e njeriu, me trupin dhe me familjen? Dhe si do të jenë? Dhe si do të ndodhin gjërat më vonë? Pres komentet tuaja. Ky është momenti. Dhe unë e kam kapur. Ai kur gratë filluan që të punonin, të iknin nga shtëpia, të linin burrat dhe të fillonin të punonin në për ara, në për qytete, në për fabrika dhe gjithandej. E kështu, me kalimin e kohës, njeriu ndryshoi, familja ndryshoi. Dhe unë e kam këtu, pikërisht atë moment. Ja ku e keni. Kalofshi bukur.